Fshati Konaj në komunën e Busharit ka qenë ndalesa e radhës e kandidatit të Partisë Demokratike Zef Hila. Gjatë këtij takimi kandidati i PD-s ka falenderuar banorët për mbështetjen e vazhdueshme që ato i kanë dhënë. Ne do fillojmë menjëherë nga puna, ku do kemi një administrat të kompletuar, të aftë që di të menaxhojë të gjitha problematikat që tashmë janë të evidentuara, që shqetësojnë jo vetëm banorët e fshatit Konaj, por gjithë banorët e Bashkisë Madhe, Bashkisë së Vallt të Des. Dhe partitë ne na ndajnë nga 21 qershori. Dhe unë jam këtu për t'ju garantuar ju, për t'ju siguruar, për të patur një kontratë dhe një marrëveshje bashkë, që çdo shtëpi që është në procesin e legalizimit do të jetë e certifikuar. Çdo shtëpi, çdo objekt që është në proces do jetë i pajisur me lejen e ndërtimit. Mbana një afati shumë të shkurtë. Dhe kjo do të jetë një realitet. Nga ana tjetër, kryetari i grupit të punës i Partisë Demokratike, Gjogu Uldetaj, është shprehur se vota për Partinë Demokratike është tepër e rëndësishme në këtë zgjedhje, të cilët i cilësojnë si zgjedhjet historike. 21 qershori është një datë historike dhe tashmë na ndan vetëm një javë nga vota jonë për të votuar për administratorin e ardhshëm, për kryebashkiakun, por për të votuar edhe për Këshillin Bashkiak. Pra është një moment shumë i rëndësishëm për zgjedhje administrative, por edhe politike. Këto zgjedhje marrin një rëndësi të veçantë edhe për dimensionet dhe mallësinë që merr Bashkia e Re, Bashkia Vaudes, duke pas në përbërje të saj 6 njësi administrative. Edhe banorët e zonës kanë dhënë mbështetjen maksimale për Partinë Demokratike. Fituaren në fshatin tonë ka 25 vjetë që e ketë siguru me 95%. Ne emën poplit e din mirë se nuk këna rasi jenë në 95%. Sikur e kanë blok edhe këtë rallë të jena blok për Partinë Demokratike për Zef Hilen. Në territorin e